Rënja natalitetit është një alarm kombëtar. Çdo çift, të cilët kanë 4 me shumë fëmijë, i propozoj qeverisë që t'ia dhurojë të gjithëve nga një banesë, gratis. Festa e Kurban Bajramit është ditë gëzimi, por edhe reflektimi. Është ditë kur i kujtojmë mëshirën e Zotit, faljen dhe begatin që ai na dhuron. Është ditë kur ne si besimtar, por edhe si shoqëri, i kthejmë syt edhe më shumë drejt njëri tjetrit me dëmshuri, solidaritet dhe përgjegjësi. Kurban Bajrami është ditë e madhe, ditë adhurimi, sakrifice dhe solidariteti. Kurban Bajrami na mëson se feja jonë kërkon sakrificë, jo vetëm në aspektin material, por edhe në përpjekje për të përmirësuar shoqërinë, për ta ruajtur atë dheun, për ta forcuar familjen dhe për ta mbrojtur të ardhmen tonë. Sakrifica që kërkohet prej nesh sot nuk është ajo e pejgamberit Ibrahim a.s. Por është sakrifica për të ruajtur moralin, kulturën, gjuhën dhe vetë ekzistencën tonë si kom. Kosova ka nevojë për më shumë fëmijë, për më shumë të rinj, për jetë më të mirë. Kombi ynë po zbehet në numër të vogël të fëmijëve, ndërkohë që shumë familje shqiptare në të kaluar i kanë rritur edhe nga 10 apo më shumë fëmijë, në kushte shumë të vështira se sa sot, atëherë kur ishim të okupuar me një okupim klasik nga Serbia. Nataliteti si strategji kombëtare dhe fetare për mbrojtjen e atë dheut dhe fesë, ndërlidhet me mbijetesën kombëtare, identitetin fetar dhe sigurinë shtetërore. Rënja e natalitetit është një alarm kombëtar. Shteti duhet të reagojë me shpejtësi të madhe, të mbështesë familjet me politika pronatalitetit, siç janë punësimi i 2 prindërve, lehtësimet ekonomike, mbështetja për nënat shtatzana, kujdesi për fëmijët e tjerë. Shteti duhet të ketë strategji konkrete për ndihmë ekonomike, arsimore, shëndetësore dhe sociale për këto familje dhe këta fëmijë. Dhe çdo çift, të cilët kanë 4 me shumë fëmijë, i propozoj qeverisë që t'ia dhurojë të gjithëve nga një banesë, gratis. Kjo nuk është thjesht vetëm nevojë ekonomike për këto familje, por është edhe përgjegjësi morale, fetare dhe kombëtare, sepse duke përkrahur familjen e madhe, ne ndërtojmë një shoqëri të shëndosh dhe një të ardhmë të qëndrueshme.